Jo, agenda që është dërgu, pra ftesa që është dërgu e përcakton pak a shumë edhe rrjedhën e kuvendit. Pra do të ketë një ofrim të ndërheqjes nga kryetari Abdi Xhiku dhe pastaj është në dorën e delegatëve që në formë të votbesimit ndaj këtij qëndrimi të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdi Xhiku, pastaj të vendosin se cili do të jetë fati i tij. Në këtë kontekst, vota ime do të jetë kundër ndërheqjes së zotit Abdi Xhiku. Pse është kundër? Për shkak se unë besoj që partitë politike duhet me rujt një farë lloj stabiliteti në udhëheqje dhe ky stabilitet pastaj me u përkthy në një lloj riorganizimi dhe në një lloj qëndrueshmërie në raport me të gjitha proceset në për cilët mund të kaloj partia. Nëse partitë ndrojnë kryetar çdo 4-5 vite, atëherë asnjëherë nuk garantohet stabilitet brenda partisë politike dhe asnjëherë nuk mund garantohet pastaj edhe rezultat i kënaqshëm, nëse nuk e ki këtë lloj stabiliteti, këtë lloj qëndrueshmërie brenda leadershipit, atëherë është vështirë që të projektohet edhe ndonjë rezultat i kënaqshëm zgjedhor. Dhe ne besojmë se ka ende punë për të bërë. Normalisht rezultati i kaluar ka qenë i pakënaqshëm, por nuk është si pasojë e asaj që mund të lidhet me ndonjë emër të përveçëm apo me ndonjë individ të caktuar në partinë tonë. Kjo është si pasojë e shumë faktorëve të tjerë që kanë ndodhur para së gjithash partitë si Partia si Lidhja Demokratike të Kosovës e kanë sfidë një ambient polarizues, një ambient i cili nuk garanton garë të barabartë. Gara e pa barabartë e dhjetorit të vitit të kaluar normalisht e ka prodhuar edhe rezultat negativ për partinë tonë. Faleminderit.